Në peizazhin e ri të vendit ton, nga njëri 5 vjeçar në tjetrin, u rrit me ritme të shpejta edhe rrjeti e kurudhor, që zë vendin kryesor të transporteve. Ai ushtri në 10 rrethet e vendit. Të 350 kilometrat e udhëve tekurta lidhin vendburimet kryesore të naftës, të mineraleve dhe të produkteve industriale bujqësore me qendrat e rëndësishme të përpunimit, të përdorimit apo të eksportit. Udhët e kurudhore janë arterja që në trupin atë deuton socialist lidhin qelizat e ekonomisë, qytete, fshatra, lidhin njerëzit. Se sa me leverdi është transporti e kurudhor, tregon fakti që për 1 ton kilometër me kurudh harxhohet rreth 3 herë më pak karburant, dhe se ai është 2 herë gjysmë më rentabël se sa transporti automobilistik. Transporti e kurudhor mënjanon ato koncepte e forma artizanale të punës që bart me vete transporti i vogël automobilistik. Për detyrat që shtroi plenumi i 5 i Komiteti Qendror të Partisë dhe masat që janë marrë, drejtori e kurudhave shoku Gani Gorana na tha: S'mund të kuptohet zhvillimi i ekonomisë në përllim të lartë pa zhvillimin e përparimin e gjërave të rrjetit të kurudhor. Ky është një revolucion në transport që ka ardhur koha ta bëjmë, por si shokon vetë. Të gjithë ne punonjësit të kurudhave, në udhëheqjen e organizatës partisë, na del për detyrë të ndërtojmë punën tonë për të marrë gjitha masat që hekurudhët të përgjigjen kërkesave të kohës. Zbërthimi i problemeve në kushtet ku hekurudhët kanë veprime komplekse të ndërvarëra, si mrena për brenda dhe menisit dhe pricat e mallave, kërkon dije, kërkon njohje të thella shkencore për zgjidhjen e tyre. Disa nga ato problemet që ne po i studiojmë dhe i zgjidhim. Rritja e ngarkesës së linjës dhe koeficienti i përdorimit të saj, me norma gjithnjë dhe më të larta, kërkon rritjen e numrit të trenave në kalimin 24 orash, rritjen e peshës të tyre, studimi i teknologjive të stacioneve formuese, komplekseve të shpërndarjes dhe të manovrës, të pranimit dhe nisjes direkte të trenave, bashkëveprimi me pritësit dhe nisjet e mallave, që të kemi sa më shumë trene specializuar dhe të drejtuar, shfrytëzimi i kapaciteteve të mjeteve kurudhore, rekonstruksioni i pikave të përpunimit, zhvillimi dhe ndërtimi të gëzimeve të reja industriale, kalimi në një mekanizim më kompleks, prodhimi i mjeteve kurudhore, vagonave, me forcat tona, mekanizimi i informacionit dhe i komandimit e tjera probleme, janë objektiva që na vuni plenumi 5 i Komitetit Qendror dhe që ne më mundohemi hap pas hapi për të zgjidhur. Për tani dhe në të ardhmen, kryesore mbetet intensifikimi i punës, duke shfrytzuar më mirë rrjetin ekzistues e kurudhor. Në këtë 5 vjeçar, rreth 80% e shtesës së vëllimit punës në kurudh do të përballohet me rritjen e intensifikimit të këtyre linjave. Kjo do të arrihet edhe nëpërmjet rritjes së aftësisë së lëvizjeve të trenave në këto linja, ngarkesës së vetë linjave dhe të peshës së trenit. Për këtë tregohet kujdes e punohet me organizim e mekanizim që në formimin e trenit. Për rritjen e peshës së një treni, mjaft makinist dhe stacione kurudhore po përmirësojnë strukturën e vagonave dhe formimin e trenave. Në krahasim me vitin e kaluar, ata e kanë tekaluar 30% peshën mesatare të trenit dhe po punojnë të arrisin atë edhe rreth 20%.
treni i formuar me 43 vagonat përzier me prodhime industriale bujqësore, niset udhëve të ekurta. Nga dispeqeria qendrore e lëvizjes trenave në bazë grafikëve, punojësit ndjekin me imtësi lëvizjet e trenave nëpër stacione dhe udhëzojnë stacionet për organizimin sa më racional të lëvizjes së trenave. Në Ekurudh puna është e ndërlikuar, ndaj të gjithë punojnë me saktësi e organizim sa më të përsosur. Vetëm gjatë një dite në Ekurudh transportohen 24.000 ton mallra. Plani i transportit mallrave të vitit 1948 sot bëhet për 7 ditë. Tendësia e lëvizjes trenave është rritur aq sa dispečerit i duhet të marrë informata, të mendoj e të jap udhëzimet përkatëse çdo 4 minuta. Prandaj është vendosur që rruga më e përshtatshme është ajo e marrjes së informacionit me teleshkrues dhe përpunimit të tij me makina elektronike. Për këtë, shoku Niko Prifti na tha: Pajisjet e sinjalizimit janë montuar në një sër stacionesh dhe do të vazhdojnë të montohen edhe në stacionet e tjera. Për linjën më të ngarkuar, siç është Vor-Durrës-Rogozhin, është menduar që të montohen pajisjet e komandimit në distancë. Përmirësimet kryesore që sjell ky mekanizim janë: siguron marrjen e shpejtë dhe përpunimin e saktë të një informacioni mjaft të gjerë. Evidenton shpejt pozicionet dhe vonesat e të gjithë vagoneve, gjë që bën shpërndarjen optimale të tyre. Tu jepet njoftim para prak stacioneve në mënyrë që ata të para përgatiten për vagonat që do të vinë. Në të ardhmen mund të ndërtohen programe të tilla që mund t'u jepen përgjigje pyetjeve si: ku ndodhet vagoni numër? Sa vagona do të ketë e kupton për ngarkim në fabrikën e Cimentos? Ku ka ndodhur vagoni numër kaq, datë kaq? Sa do që tjetë modernizimi, peshën kryesore të lëvizjes në Ekurudh e mbajnë njerëzit. Biografia udhëve të ekurta është biografia e njerëzve të tyre. Sa më thellë shtrihen këto udhë, më shumë rriten njerëzit, lartësohet figura e makinistëve. Ish vullnetarët e Ekurudhave të para të rinis u bën makinistë. Me shembullin e tyre të mirë, makinistët veteranë si Samet Rakipi, Menolesko, Agim Kraja e shokët e tyre përcjellin tek më të rinjt dashurinë për profesionin. Puna e makinistit ka heroikën e përditshme, poezinë e saj. Brenda një dite, para syrit makinistit, shpalosen 10 copza nga peizazhi i bukur i Atë-Deut, nga bregu i detit te zemra e maleve. Udhët e ekurta degëzohen nëpër 10 uzina e fabrika. Sot degëzimet kryen 60% volumit punës, ulin rreth 5 lekë shpenzimet e transportit për ton mall dhe shkurtojnë 30% kohën e dorëzimit dhe mënjanojnë mjaft dëmtimet e mallrave. Prandaj punohet sipas porosisë së plenumit 5 që gjatë këtij 5 vjeçari të ndërtohet 2 fishi degëzimeve ekurudhore të parashikuara. Ka një komunikim të ngrohtë midis njerëzve të Ekurudhës. Ndonë se punën e kanë disi të veçuar, të gjithë kanë një shqetësim të përbashkët. Me rritjen e kapacitetit transportues, është e lidhur dhe rritja e shpejtësisë së treneve në linjë, ndaj punohet për të përmirësuar mbi shtresën e linjeve ekurudhore. Brigada e drejtuar në Islam Lame është nismëtare dhe punon për mirëmbajtjen e vijeve ekurudhore, që treni të udhtojë pa avari dhe mbi maksimalen që kanë ekurudhat tona. Me punën e saj kjo brigadë
ka evituar çdo deformim të linjës, për ruajtjen e tolerancave, ndërrimin e traversave të konsumuara, sigurimin e shtresës së zhavorit e tjerë. Shembulli i mirë i kësaj brigade po ndiqet edhe nga brigadet e tjera të mirëmbajtjes së linjave, që me punën e tyre të ndihmojnë për rritjen e shpejtësisë së lëvizjes trenave në të gjithë rrjetin e kurudor. Ndër më të vjetrit dhe në pararojt makinistëve është metali gjata, gjaja, si që të rrasin në intimitet e me respekt shokët e punës. Ndimësit që kanë punuar me metalion, sot janë makinistë zotë. Me nismën e tij të njohur, metaliu ka frymzuar shokët për të rritur gatishmërinë teknike të lokomotivës në 29 ditë punën muaj. Në çdo udhë të ekurt, makinistit i kërkohet vëmendje, përqendrim, por më vështirë është ngjitja në kurudhën malore të prenjësit me pendencë 18%. Ndaj atij i duhet të bëjë manovrim të kujdesshëm. Shpeshherë rrota xhirojnë bosh mbi shina dhe makinistit i duhet t'i bjerë pedalit të rërës për të derdhur rërë mbi shina pasi ajo rrit fërkimin. Në stacionin Pleksen, udhët e ekurta, ngjatjetohen me njëri tjetrin makinistët që nisin e zbresin e kurudhën malore. Sërish i përqendruar tregohet makinisti edhe në zbritjen e linjës malore. Në përputhje me pjersinë e ndjeshme të udhës, makinisti duhet erpasire të bëjë frenimin, ndaj dora e tij rri gjatë te rubineti i frenave. Nga mënyra se si e zotron frenimin në këtë zbritje malore, dallohet makinisti me përvojë, se ndodh që mund të ketë ndalim të plot në linjën me pendencën 18%. Dhjetra trena si refreni këngës pa ndërprerje të punës, lëvizin përmes fushave e maleve, drejt zonave më të thella të vendit. Është ritmi i punës pa ndërprerje gjatë 24 orëve. Ndrohen makinistët, po lokomotiva vazhdon punën edhe natën kur densimi i lëvizjes trenave është më i madh. Në ndrimin e turnit, makinisti komunist Osman Meta na tha: Plenumi i 5 i Komitetit Qendror i Partisë Punës së Shqipërisë për ne makinistët vuri detyra shumë të rëndësishme. Me udhëheqjen e organizatave të bazë partisë, kolektivi jon makinist dhe me punonjësit pararoj, edhe detyra që na ka ngarkuar dhe realizojmë të bëjmë realitet. Për përballimin e këtyre detyrave, në radhë parë duhet që kuptimi i drejtë ideopolitik nga gjithë punonjësit për forcimin e disiplinës proletare në punë, për gatishmërinë teknike të lokomotivave, njëkohësisht edhe vagoneve, kom ngulja e mashinistave për të quar në destinacion në duhur trenet për mos me i vanuar. Për të përballuar rritjen e qarkullimit mallrave, mendimi krijues e novator i specialistëve e punëtorëve ka bërë që të zgjerohen mekanizimet, sheshet e depozitimit e të magazineve.
punëtorët e ngarkim-shkarkimit stacionit e Kurudhës Durrës kanë arritur të përpunojnë brenda 8 orëve 21 ton mallra për një punëtor, nga 16 ton që është detyra, dhe të rritin përpunimin direkt të mallrave duke shpejtuar lëvizjen e garniturave. Megjithse 72% e proceseve të punës janë të mekanizuara, po punohet për të kaluar shkallë në mekanizma më të shpejt dhe më të fuqishëm. Teknologjia e transportit të një pjesë të mirë të mallrave është përvetësuar më mirë nga punojësit e Kurudhës. Rritja e xhirovagonit është arritur dhe po punohet të shtohet edhe më shumë nëpërmjet futjes së teknologjisë dhe mënyrave të reja të ngarkim-shkarkimit të mallrave, instalimeve dhe shesheve të tranzitimit. Puna e filluar për përgatitjen e përdorjen e sheshkave si dhe mjetet për kacet, ngarkim-shkarkimit dhe amballazhit relativisht më të madh po fillohet, për të ulur kohën e qëndrimit vagonave në stacion. Forma e re e transportit me kontenjer po përhapet gjërësisht. Kjo ka bërë që të shkurtohet shumë përdorimi i fuqisë punëtore, koha e ngarkim-shkarkimit e mjeteve të transportit, të paksohen në mënyrë të konsiderueshme dëmtimet e mallrave dhe të rritet mjaft rendimenti i punës. Për intensifikimin e shfrytëzimit e kurudhor, janë mekanizuar e po fuqizohen me vinça të mëdhenj stacionet e kurudhore në portin detar, Ballç, Prenjas, Guri Kuq dhe stacioni i ri Mjedës, ku po montohet vinçi i prodhuar nga kolektivi inovator i bazës mekanike Durrës. Ky kolektiv, me mendimin e tij krijues, ka ndihmuar dhe po e fillon punën për mekanizimin e proceseve të punës. Nëse para disa vitesh këtu prodhoi vagoni i thjesht me 2 akse, tani kolektivi kësaj baze prodhon vagona 60 tonësh dhe po e shton parkun e vagonave të rinj të mallrave. Këtu prodhohet një vagon në 7 ditë. Në qoftë se më parë mirëmbajtja e mjeteve kurudhore dhe shtimi i tyre varej tërësisht nga importi, tani janë krijuar të tilla kushte që ai të jetë sa më i pavarur nga jashtë. Punojësit e bazës mekanike të kurudhave në Durrës, në kooperim me kolektivin e oficinës automjeteve në Shkodër, po prodhojnë vagonat e udhëtarëve.
Dhjetra trena lëvizin në stacione qytetesh, fshatrash, bashkojnë ritmin e tyre me ritmin e fuqishëm të punës heroike e të jetës së dheut. Udhët e ekurta do të zgjaten në peizazhin e Adeuton, me përurimin e kurudhave e Shkodër, Hanihotit e Fjervlor dhe të disa degëzimeve të rëndësishme, gjatësia e linjave kurudhore do të arrijë në 440 kilometra. Sirenat e lokomotivës do të ushtojnë së shpejti në kurudhat e reja.